Izraeli nis një tjetër ofensiv në Gaza. Hamasi kemi filluar bisedimet e reja për paqe. Hamasi thotë se është hapur një raund i ri bisedimesh që synojnë të japin fund luftës në Gaza. Disa orë pasi Izraeli nisi një tjetër ofensiv, Tarek al-Nunu, një këshilltar i kreut Hamasit, tha se një raund i ri negociatash ka filluar zyrtarisht në Doha. Ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz tha se negociatorët e Hamasit po riktheshin bisedime indirekte në Katar për të kërkuar një marrëveshje për pendjet. Kur erdhi pasi ushtria, tha në llogarinë se trupat ishin mobilizuar për operacionin karrocat e Gidonit për të pushtuar zona strategjike të Gazës dhe për të çliruar pendjet. Gazeta Times of Israel tha se qerret e Gidonit, një referencë për një luftëtar biblik, do të shinin IDF-in të merrte në kontroll territorin, vendoste civilët në jug të Rifit, sulmonte Hamasin dhe pengonte ata të merrte kontrollin e furnizimeve me ndihmë. Banorëve në shumë pjesë të Gazës veriore dhe qendrore ushton të largohen nga shtëpitë ose vend strehimit, një urdhër që punonësit e ndihmës thonë se është e pamundur. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu më herët këtë muaj tha se Izraeli po përgatitet për një hyrje intensive në Gaza për të pushtuar dhe për ta mbajtur territorin. Qeveria e tij tha se nuk do fillonte derisa Trump të përfundonte turin në lindjen e mesme. Shefi i OKB-s për të drejtat e njerëzit Volker Türk ka paremëruar se përshkallëzimi i fundit situatës nga Izraeli mund të konsiderohet si shkelje e së drejtës ndërkombëtare. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se SBA ishin të shqetësuara nga situata.